posaçëm projektin i cili na dëshmon se sa moderne do të jetë qendra kryesore mjekësisë familjare këtu në Kastriot. Mësuam edhe që sipërfaqja e gjithëmbarshme do të jetë 2250 metra katror dhe se punimet nga dita e sotme kur po e vendosim gur themelin do të përfundojnë më së largu brenda 2 viteve. Pra në fillim verën e vitit 2028 është afati i fundit kur do të jetë e përmbyllur realizimi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq. Më shpejt se kaq bën, më shumë nuk bën dhe e falenderojmë operatorin ekonomik që do të punojë me dinamikë të shtuar në mënyrë që gjithçka të bëhet sa më shpejt, meqense tepër gjatë për gati 3 dekada komuna Obiliqit në Kosovën e pas luftës e ka pritur një ndërtim të këtillë, i cili do të përbëhet edhe prej infrastrukturës moderne, por edhe prej pajisjeve të teknologjisë shëndetësore të cilat do të mundsojnë